Në ditën e dytë të seancës për zgjedhjen e zëvendës ministrave, përplasi mes kreut të kuvendit Talat Xhaferi dhe deputetëve të VMRO-s. Këta të fundit nëpërmjet procedurave tentojnë të zvarrisin zgjedhjen e zëvendës ministrave. Kryeparlamentari Xhaferi madje kërkoi asistencë nga sigurimi i kuvendit për të larguar nga foltorja deputetin Vlatko Gjorçev. Situata në kuvent u tensionua pasi kërkesa për ndërhyrje procedurale nga deputeti VMRO-s Vlatko Gjorçev ju refuzuan nga kryeparlamentari Talat Xhaferi. Xhaferi tha se Gjorçev kishte të drejtën e replikës, ndërkohë ai këmbguli për ndërhyrje procedurale, edhe përkundër thirrjeve të kryeparlamentarit që ta lëshoj foltoren. Poštovani kolege pratenici, Собранието имам право на процедурално. Мое деловничко право е процедурално да зборувам. Јас како пратеник во Собранието на Република Македонија имам право Gjorçev, Vladimir, lëshoj foltoren, nuk ke fjalë. Gjorçev, lëshoj foltoren, Gjorçev. Имам право на процедурално, тоа процедурално ќе се искористам сега и веднаш тука. Почитувани колеги, граѓаните на Srbија се пушат. Волчи на Srbија, имаме подрата. Trënët e ko Gjorçev od govornica obezbeduvanje trënët e ko Gjorçev od govornica. Xhaferi kërkoi ndërhyrjen e sigurimit të kuvendit për të larguar nga foltorja Gjorçevin. Pasi sigurimi u afrua në foltore, ndërkohë Gjorçev vazhdon të flasë, Xhaferi ndërpreu seancën dhe kërkoi 10 minuta pauzë. Paraprakisht në foltore ishte deputeti i VMRO-s Ilia Dimovski, i cili kërkoi nga kryeparlamentari që të caktojë një seancë ku do të diskutohet për gjendjen alarmante në qytetin e Strugës, ku me ditë të tëra vazhdon ndjekje deponisë së egër. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë sot duhet ta vazhdojë seancën e 5, ku si pikë të fundit në rendin e ditës është zgjedhja e zëvendës ministrave të qeverisë. Kjo pikë me kërkesë të deputetit Ilia Dimovski nga VMRO-DPM-ja ish vendosur si e fundit në seancë, me qëllim që deputetët të kenë më shumë kohë që të përgatiten për debat. Para se të debatojnë për zgjedhjen e zëvendës ministrave, deputetët në Kuvendin e Maqedonisë do të shqyrtojnë raportet vjetore të disa institucioneve, ndërsa do debatojnë edhe për iniciativën qytetare, për miratimin e ligjit për ndryshimin e ligjit për marrëdhënie pune, me të cilin do të kërkohet vazhdim të pushimit të lindjes.